Miq dashur, por I kthehemi këtu në studio, unë ju kërkoj ndjesë për shqetësimin, domethënë ishte një telefonat shumë e ndjeshme e një zonje e cila na u lajmërua nga Fieri për hallet dhe dertet e saj. Hallet dhe dertet kemi të gjithë. Do të mundohemi që do të ketë edhe shikues të ndërgjegjshëm, të cilët do të kemi mundësi, ne do të mundohemi që ta trajtojmë këtë temë, po. Në Shqipëri. Do ta trajtojmë, por edhe të le ta adresojmë ose me miq që I kemi edhe atje që të mundohemi që t'i orientojmë pikërisht tek shtëpia e kësaj zonje e cila me të vërtet kishte një hall. Kemi disa fotografi, disa pamje të tmerrshme, të cilat na I ka dërguar, fatkeqësisht, por unë do mundohem me miqtë e mi, me njerëz më të afër, të mundohemi që të gjejmë ndonjë ndihmë, të paktën për ato barna të cilat nuk mund të gjente. Po, kemi shumë raste të tilla kudo rreth nesh, mirë po pikërisht pse tash më jemi në prag të muajit të shajit të Ramazanit, është momenti që të gjithë të solidarizohemi dhe të ndihmojmë aty ku duhet me të vërtetë gjithmonë të bëjmë ndryshim. Pikërisht ne sot në studio dritor do të mundohemi që ta fillojmë kështu mirë mbar muajin e shenjtë të Ramazanit. Hyrje në Ramazan, reflektimin shpirtëror. Hyrje në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhe miq dashur, unë do doja të bëja të lexoj një hyrje për këtë muaj. Ramazani nuk është thjesht një muaj në kalendar, të gjithë e dim. Është një gjendje e zemrës, është koha kur njeriu ndalet mes zhurmës së përditshme dhe dëgjon më qartë zërin e shpirtit të tij, të cilin e kemi të brendshëm. Është një udhim I brendshëm ku uria dhe etja nuk janë vetëm fizike, por bëhen kujtesë për porulsinë, durimin dhe mirënjohjen. Në këtë muaj, dritat nuk dizen vetëm nëpër shtëpi, por edhe brenda nesh. Familjen lidhen rreth sofrës, zemrat zbuten, fjalët peshohen më shumë dhe veprat marrin kuptim më të thellë. Ramazani na mëson të gjithëve se forca e vërtet nuk është vetëm përmbajtje, por ekziston në dashurinë, në faljen, në solidaritetin që ndajmë për njëri tjetrin. Është një fest për të pastruar nga brenda, për të falur, për të kërkuar paqen dhe për të kujtuar se njeriu është më I fortë kur është gjithmonë më I qetë. Sot, pra do të flasim pikërisht për këtë dimensioni shpirtëror dhe njerëzor të muajit të shenjtë të Ramazanit, miq dashur, për përgatitjen, do të flasim për sjelljen që e sjell dhe për dobitë të shumta që na I sjell ky muaj I shenjtë I Ramazanit. Dhe me ne në studio këtu e kemi zotin Hafiz Rustemi, përgjegjës për diasporë pranë Bashkisë Fetare Islame. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta, është gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, edhe pse e diskutuam me Valbonën para ca ditësh, do të kemi të ftuar një përfaqësues fetar në ditën e parë të Ramazanit apo të bëjmë një parahyrje, të përgatisim edhe qytetarët dhe vendosëm që sot është më duket dita më e mirë për të parapërgatitur. Shumë e vërtet, mendoj se keni zgjedhur tamam ditën, po parashija se zakonisht neve na gjen Ramazani, një muaj shumë I veçantë për pa përgatitur. Shumë aktiv. Pastaj vështirë se ju gjejmë. Zotrim Hafiz, pikërisht dua të Do ndalim fillimisht për temën, do doja ta pyesja. Temën e ditës për muajin e shenjtë Ramazanit, temën e ditës ne gjithmonë mundohemi që ta përshtatim normalisht me të ftuarit tan. Është tema që jemi shumë afër me muret, por jemi larg me zemër. Ku mbeti fqinësia, ku mbeti ajo harmonia që dikur të paktën në fëmijërinë tonë kemi ndjerë më shumë. Me një trokitur të thjeshtë. Unë përmenda edhe në fillim të emisionit që një iftar I dobishëm dhe I begatshëm është kur nuk tregojmë se po trokasim, vetëm duhet të trokasim në derë dhe ajo që është në tryezë të ndahet. Ndërsa tash po mundohemi si të ikim nga këto traditat, po ikim larg njëri tjetrit, po krijon disa mure. Si e shihni ju në perspektivën fetare? Mendoj se është shumë e vërtet kjo, sikur kjo dinamizmi I kohës që neve ne jetojmë na ka bë edhe shumë egoist, na ka bë më shumë edhe formalista se sa realisht I përjetojmë gjërat. Ti përjetojmë qoftë gjërat e mira që I kemi, por shpeshherë edhe ti përjetojmë edhe adhurimet dhe ibadetet të cilët Zoti neve na ka obliguar me to që pikërisht ne të ushqejmë shpirtin ton, por gjithashtu edhe të rregullojmë raportin me njëri tjetrin. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të dalim prej këtyre formaliteteve dhe realisht të përjetojmë shpirtin edhe të adhurimeve, të cilët pastaj do të na motivojnë neve që të jemi edhe më të mirë me njerëzit tjerë. Jo rastisht neve në Islam na mëson edhe profeti I dashur Muhamedi alayhis salam, por edhe vetë Zoti, se në ibadete, në adhurime, në raportin ton me Zotin dhe në raportin ton me njëri tjetrin, Zoti na I kërkon zemrat.
Pikërisht aty shikon Zoti. Do të thonë duhet të ketë ndjesi. Ndjesi për të ta japim, jo për ta hapër. përjetojmë gjërat. Qofshin edhe nëse janë në aspekt material të thjeshta, të vogla, mirë, po nëse ka shpirt brenda tyre, nëse ka dashuri brenda tyre, gjithçka bëhet edhe më e bukur. Prandaj edhe Zoti thot profeti alayhis salam nuk shikon në pasurinë tuaj, as nuk shikon Zoti në trupin tuaj, Zoti shikon pikërisht në zemrën tuaj. Fatkeqësisht ne e kemi ndryshuar, domethënë kuptimin e këtij hadithi, sikur ne shikojmë vetëm në vlerat e gjërave materiale, shikojmë vetëm në dukje, në pamje, mirë po kemi humbur shpirtin dhe zemrën e gjërave, qoftë edhe në lidhjet si shta me njëri tjetrin. Prandaj edhe friga se dikush do të më vijë në Ramazan i pa përgatitur, ndoshta s'kam bë ushqim të shijshëm, nuk do mund mjaftueshëm. Nuk do me thonë kjo. Edhe prandaj kjo na ka larguar nga njëri tjetri, duke u munduar, domethënë, të jemi sa më të mirë, më të përgatitur në aspekt material, ne sikur jemi larguar shpirtërisht, sigurisht. Prandaj sa më modest, aq më mirë. Aq më mirë, të shijojmë gjërat, prandaj të shijojmë gjërat edhe nëse janë të thjeshta, mirë, po nëse ka shprehja jonë e bukur shqiptare, buk e krip e zemër. Do me thonë, neve pikërisht këtu na mungon. Ne sot kemi ushqime të shishme dhe çdo karike të bosh. Ashtu është. Sa tryeza mbushen me ushqime ndonjëherë fatkeqësisht edhe hudhen ato ushqime sepse nuk ka dhe kush ti konsumon të gjitha. Mirë, po pikërisht të flasim pak edhe për përgatitjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Çfarë duhet të bëhet një musliman i denj i cili ka disa obligime që i sjell edhe ky muaj i shenjtë Ramazanit, mirë po unë prapë potencoj që është vetëm një para përgatitjes si ne duhet të jemi përgjatë gjithë vitit. Shumë e vërtet. Me thonë, Ramazani është një shkollë e cila na vin neve një herë në muaj për të na mësuar se si duhet të jetojmë pastaj 11 muaj tjerë. Prandaj edhe është shumë e rëndësishme që neve padyshim të përgatitemi shpirtërisht fillimisht për ardhjen e muajit të Ramazanit, për arsye se nuk është një muaj i zakonshëm. Drejtori e përmendi shumë bukur, nuk është thjesht një muaj kalendarik që neve ta kalojmë edhe këtë si muaj tjerë, mirë, po është muaj i veçantë. Do ta përjetojmë. Është i veçantë për arsye se Zoti e ka bërë të veçantë. Ka disa për shembull veçanti që Ramazani si muaj ngërthen në vete, nuk është vetëm agjerimi. Muaj Ramazanit është për shembull edhe muaj i zbritjes së Kur'anit, i lidhjes tokës me qiellit. Muaji i Ramazanit është muaj ku edhe shpërblimi i veprave të mira shumë fishohet. Një vepër e mirë që bëhet në Ramazan nuk e ka të njëjtin shpërblim nëse do e bënim neve jashtë Ramazanit. Pra sikur na përgatit që neve gjithmonë të bëjmë sa më tepër vepra të mira. Po gjithashtu është muaj për shembull edhe i pastrimit shpirtëror tonin, i arritjes devotshmërisë, që kjo është ndoshta edhe synimi final i agjerimit, sepse Zoti kur flet për obligueshmërinë e agjerimit, thotë u është bërë juve obligim agjerimi ashtu siç ishin edhe për popujt që ishin përpara juve, me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. E devotshmëria është pikërisht në zemër. Profeti alayhis salam thonë taqwa hahuna, devotshmëria është në zemër. Prandaj edhe neve atë që e përmendëm më herët, nuk mundemi të arrijmë në devotshmëri gjatë muajit Ramazanit, nëse fillimisht ne nuk i pastrojmë zemrat tona para se të him në Ramazan. Dhe kjo është e bukura se kur janë pyetur shokët e profetit alayhis salam si e pritni ju Ramazanin. Tamam si ne tani që jemi që bisedojmë për këtë. Sepse është pyetja e radhës. Edhe thonin ato asnjëri prej neve nuk hinte në Ramazan pa mos e pastruar zemrën e tij nga urrejtja, nga smira, nga xhelozia dhe nga dashakeqësia për njëri tjetrin. Pra hinin në Ramazan me një zemër të pastër, për arsye se ne nuk mund ta përjetojmë mirësinë e agjerimit, nuk mund ta përjetojmë afërsinë tonë me Zotin, po që se zemrat tona fillimisht nuk i kemi të pastra nga urrejtja, nga xhelozia, nga smira, nga dashakeqësia për njëri tjetrin dhe të bëhemi të atill që çdo kujt që duam më të mirë, që neve e duam edhe për veten tonë. Prandaj përgatitja më e mirë për të hyrë Ramazan është me zemër të pastër, të mundohemi të pendohemi për mëkatet që i kemi bërë në kaluarën, por gjithashtu pse themi për mëkatet, për arsye se gjithashtu edhe mëkatet janë një pengesë për të shijuar kënaqësinë e lidhjes me Zotin, por edhe gjithashtu edhe kënaqësinë e përjetimit mirësisë së Zotit, edhe lidhjes me njëri tjetrin. Prandaj është mirë të hym në Ramazan me zemër, duke qenë të pajtuar me Zotin fillimisht dhe pastaj duke qenë të pajtuar edhe me njerëzit. Pra është shumë e rëndësishme, sa e kuptova, që në këtë muaj të shenjtë, pra në prak, është dita më e mirë që të fillojmë të kërkojmë falje. Qoftë i natët personale, qoftë të falim, qoftë, nuk e di unë, sepse kemi
jemi të çuditshëm pak si qenie njerëzore, sepse sa po kalon muaji i bekuar i Ramazanit, sepse jemi të përkushtuar gjatë një muaji dhe pastaj sikur kemi një amnezi kolektive si shoqëri se i harrojmë gjërat. Por është puna që të reflektojmë edhe në muajt përjetësisht, domethënë derisa kemi jetën. Por çfarë duhet bërë qytetarët në ditën e sotme që përpara se të futen me një zemër të pastër? Domethënë, a duhet të paktën me dikë që jemi shqetësuar diku, sot është dita që t'i bëjmë një telefonat, t'i kërkojmë një falje, ose të afrohemi, të diskutojmë, të pijmë një kafe, të qajmë një hallë të dikush ose të japim një zgjidhje. A është koha e dur për t'i bërë këtë? Realisht nuk ka kohë më të volitshme për ta bërë këtë gjë. Që të futemi tamam siç duhet në këtë muaj. Sigurisht, ne hym Ramazan me qëllim që të arrijmë edhe faljen e Zotit. Se vetë profeti alayhis salam thonë te kush e agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, Zoti do ja falë atij mëkatet që i ka bërë në kaluar. Nëse neve gjatë muajit të Ramazanit shpresojmë që Zoti na i falë mëkatet tona, si ne nuk jemi të gatshëm t'i falim ata të cilët ndoshta na kanë bërë padrejti. Nëse neve duam që Zoti na falë, atëherë duhet ta dimë se edhe Zoti na don që ne t'i falim të tjerët. Prandaj edhe pikërisht tu qëndron ajo bukuria e Islamit, sepse shpesh edhe profeti alayhis salam i këshillonte shokët e tij kur i pyeste kur ju thonte ai cili zgjohet në mëngjes dhe në zemrën e tij, domethënë nuk ka urrëqje, nuk ka dashakësi për tjerët, kjo zemër do e bëj atë nga banorët e xhenetit. Prandaj neve është momenti shumë i duhur që realisht fillojmë të reflektojmë. Nëse dikujt i kemi bërë padrejti, ti kërkojmë falje atij, mos him Ramazan siç thot populli me hakun e tjetrit, por gjithashtu edhe nëse dikush neve na ka bërë padrejti, është shumë e rëndësishme të falim, për arsye se nëse ne i falim tjerët, Zoti sikur na thot, ti nuk je më falës unë. Nëse ti arrin ta i kalojsh veten, ta i kalojsh hidhrimin tënd, edhe padyshim se edhe unë jam më falës se ti, jam më i mëshirshëm se sa ti, dhe unë t'i fali lëshimet që ti i ke në raport me mua, sigurisht. Prandaj edhe kjo është edhe shkaku pse shokët e profetit hinin Ramazan me këtë zemër. Dhe unë mendoj se realisht nëse neve Ramazani nuk na bën njerëz më të mirë, nëse Ramazani pra nuk na i pastron zemrat tona, nuk na i zbut zemrat tona, nuk na bën ndoshta edhe do flasim edhe për këtë, nuk na e bën më të sjellshëm, më solidar, realisht është e kot nëse agjerojmë. Nëse jo vetëm Ramazani, këtë ka edhe çdo ibadet që ne bëjmë, çdo adhurim, duke filluar nga namazi që ne e falim 5 herë në ditë, agjerimi, haxhi, zekati, të gjitha këto ibadete kanë për qëllim që të përsosin vlerat morale tek njeriu. Ta ndjesh me shpirt. Sigurisht. Prandaj edhe nëse për shembull ka një kur është edhe puna e namazit që është e përditshme, sepse ne ndonjëherë sikur presim një muaj ditë na vije Ramazani që të na bëjë më të mirë, ndërsa e kemi edhe obligimin e namazit që është 5 herë në ditë, që ta kujton që ti të bëhesh i mirë, po që se dëshiron të jesh adhurues i mirë, sepse thot Zoti në Kur'an, namazit largon prej asaj që është e keqe dhe e shëmtuar, dhe nëse falemi ne vazhdimisht, agjerojmë, bëjmë haxh, japim zeqat, lëmor, sadaka, dhe nuk jemi më të mirë, atëherë ai ibadet në vend që të na afron ka Zoti, edhe më tepër na largon prej tij. Prandaj sikur neve këtu si besimtarë kemi një problem kur mendojmë se shiqoni, edhe shpeshherë mund ta gjesh edhe në mas si shprehje, themi adhurimi, ibadeti është diçka tjetër, ndërsa sjellja ime me njerëzit është diçka tjetër. Unë çka bëj me Zotin është me Zotin, edhe kjo tjetër është subjektive. Pastaj sa dalim atje thatë ju, sa dalim prej namazit, sa dalim prej Ramazanit, avullosh çdo gjë. Shndrohemi krejtësisht në njerëz tjerë, ndërsa është një thënie shumë e bukur e Imam Aliut, thotë nuk ka mundësi neve të ndajmë asnjëherë adhurimin dhe sjelljen e mirë. Nuk ka mundësi të ndajmë ato. Për arsye se nëse do i ndanim, do të fitonim dy kategoritë njerëzish. Adhurues të pamoralshëm, të pasjellshëm, edhe të sjellshëm jo adhurues. Të di këta grupe, këtu duhet të ndalen vetëm të di këto grupe thotë janë larg kuptimit islamit vërtet, për arsye se kur e kam pyetur profetin, cilët janë njerëzit që më së shumti hyjnë në xhenet, ka thënë
ata të cilët janë të devotshëm, pra e kanë të rregulluar raportin e tyre me Zotin, dhe ata që janë të sjellshëm me njerëzit tjerë. Nëse dështon tek njëra, do të thonë ti e humb mundësinë për të qenë edhe prej banorëve të xhenetit ose parajsës. Unë këtu dua të ndërlidhem sepse jemi Është shumë afër me problematik temën. me xhallarët të diskutosh, sepse ta marrin emisionin ti bazohesh skenaret e gjithmonë probleme. Pikërisht atë që po e përmend sepse po flasim i nderuar për ideal, për moralin ideal, domethënë se si duhet të jetë. Mirë po, si e shihni gjendjen tonë, domethënë Gjendja faktike është maksa më e çuditshme. Është e ndryshme. Unë atë bisedova me drejtorin sot edhe me bashkimin gazetarin ton. Ky Ramazan do të mbahet mend. Agjerim dhe Safe City. Do me thonë një kombinim, do me thonë që do të na e fusim si paralele edhe me sistemin e sepse shtetit. ne e dim që sidomos për gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit i kemi Janë ato shoferët me momentet e fundit, një janë temperament shumë fitil shkurt. shumë të lartë. Si e shet një gjendjen faktike, reale të popullit tonë? Ku mendoni që duhet më shumë të japim theks? Ose si mund të arruajmë qetësinë, sepse kemi një dinamizëm të çuditshëm në jetë, se si mund të arruajmë qetësinë. Po flasim ashtu siç duhet të jetë. Mirë, po si e shet një gjendjen faktike? Realisht, do të thonë, gjendja reale të ishte e mirë, ne nuk do të flisnim për këto gjëra. Do shkonim dimensione tjera të bisedës. Dhe kur ta marrë shumë, do të thonë, vazhdimisht gjatë gjithë historisë, gjatë çdo gjenerate është folur për këtë temë, për arsye se gjithmonë ka pasur nevojë. Dhe ne flasim ashtu si na mëson Islami, feja. Mirë po, pastaj fetaria dallon. Duhet bërë një dallim shumë të rëndësishëm mes fesë dhe fetarisë, për arsye se edhe ne këtu shpeshherë nëse nuk e bëjmë këtë ndarje. Unë se kuptoj këto, kërkoj ndjes. Prandaj, nëse nuk e bëjmë këtë ndarje, ne për çdo sjellje tonën devijante, jo të mirë, ne shpeshherë mund edhe ta akuzojmë se feja na mëson kështu. Realisht feja është ajo që është nga Zoti, e cila është e përsosur, për arsye se vjen nga i përsosuri. Mësimet e saj janë të përsosura, qofshin ato që kanë të bëjnë me adhurimin, me sjelljen kështu me radhë. Mirë po, pastaj fetaria është tentativa e njeriut për ta jetësuar atë që feja na mëson. E këtu pastaj ka mangësi. Për ta implementuar në jetën e përditshmërisë. E këtu ka mangësi. Kjo fetari. Prandaj ne jemi të mangët dhe shpeshherë kemi të mangët në fetarin tonë, mirë po nuk ka mangësi në fen tonë. Edhe ne si besimtarë, zakonisht keni pa, unë shpeshherë edhe gjatë ligjëratave përmendim, neve ne jemi të prirur edhe kur flasim gjithë në atë idealën. Unë asnjëherë nuk krej, asnjëherë nuk bëj dëm, asnjëherë nuk e bëj këtë, nuk e bëj atë. Mirë po, kur dalim në shoqëri, shohim se ata janë prezente. Me thonë, këtu ka ndonjë defekt. Pikërisht ne që flasim, edhe bëjmë shpeshherë vepra të cilat ndoshta nuk janë fetarisht të lavdruara. Prandaj edhe e mira e saj është që ne të pendohemi, të përmirësohemi. Njeriu gjithmonë duhet të jetë në garë me veten për të përmirësuar. Unë them gjithmonë, mund të gënjesh atë që e ke përpara, mirë, por nuk mund të gënjesh shpirtin dhe Perëndin Zotin në këtë rast. Prandaj kur e bëhet atë krahasimi shumë të bukur me Safe City, do të thonë, këtu është edhe qëllimi, kjo është devotshmëri realisht, për arsye se devotshmëri do të thonë të jesh i ndershëm edhe atëherë kur nuk të sheh askush. Nëse neve si besimtar, do të thonë, do të ishim diçka tendencioze atëherë nuk është. Jo, edhe të jesh i mirë pa qëllim, të jesh i mirë, jo për të lavdruar nga njerëzit, jo që njerëzit thonë se mafizi ose dritëra ose varbani janë të mirë, por duhet të jemi të mirë sepse Zoti na don të jemi të mirë. Edhe atëherë kur nuk na sheh askush, se si tham publik neve gjithë shitemi të mirë. Mirë po sapo na jepet mundësia që të bëjmë ndonjë dëm, ndonjë veprë, edhe nuk na sheh askush, po. Edhe prandaj nëse ne do të ishim të pajisur me devotshmëri, besoj se ne nuk do të kishim nevojë edhe për Safe City. Mjafton për shembull vetëm shenjat të jetë aty, edhe sigurisht. Mirë po, për shkak se nuk i kemi këtë vetdije të lartë të devotshmërisë, qoftë në raport me Zotin, por qoftë edhe në raport me tjerët, atëherë edhe neve do të thonë duhet të marrim masa tjera, qoftë edhe pak edukuese, edhe ndëshkuese, që të bëhemi të mirë, edhe mund të themi është edhe njëjtë edhe forma se si na edukon Zoti. Nëse ne nuk jemi, do të thonë, të vetëdijshëm se Zoti thotë mos e bën këtë se është e dëmshme, mos e bën këtë dhe ne përsëri e bëjmë, atëherë kuptohet se do të vijë edhe ndëshkimi sipas veprës që e ke bërë. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme që ne këtu të punojmë fuqishëm. Do të thonë të arrijmë devotshmërinë, edhe qëllimi i Ramazanit është kjo, devotshmëri do të thonë
përveç tjerave, edhe të gjej Zoti aty ku ai të ka urdhëruar dhe mos të gjej Zoti aty ku ai të ka ndaluar. Nëse Zoti më ka ndaluar që unë të gënjej, të rrej, të vjedh, të marr padrejtisht pasurinë e tjetrit, të shaj, të ofendoj kështu me radhë, duhet largohemi prej asaj. Dhe nëse Zoti na ka urdhëruar të bëjmë vepra të mira, të jemi të devotshëm, të jemi të sjellshëm, të jemi të moralshëm, të jemi në ndihmën e robëve të Zotit nevojtar, atëherë ne duhet të jemi aty dhe nëse jemi të këtill, atëherë padyshim se e kemi arritur shkallën më të lartë pra të besimit. Shpresoj të jemi të gjithë kështu siç e thua, uroj dhe shpresoj që të vëdësohemi dhe të çdo herë ka nevojë për këtë arsye dhe Zoti na i çon këto, domethënë vjen një Ramazan, vjen edhe një tjetër, edhe ndoshta kemi pasur mangësi në Ramazan e kalum, Zoti ta çon edhe një Ramazan tjetër, përmirësohu. Nëse këtu ja edhe namazin, ja edhe zeqatin, ja, më thonë për arsye se ne shpesh herë përmendim atë thënien profetike se Zoti na ka krijuar neve në natyrshmëri, për nga natyra, pastaj ndryshojnë familja, rrethana tjera dhe na bëjnë ose të mirë ose jo. Na dallojnë nga njëri tjetri po më ndryshe. Mirë po Zoti përmes adhurimeve, përmes mësimeve fetare, sikur dëshiron të na i ruaj neve këtë pastërti shpirtërore, këtë natyrshmëri, sepse Zoti nuk është i nevojshëm për urinë tonë, Zoti nuk është i nevojshëm që ne të bijemi në ruku dhe të çohemi çfarë. Qëllimi është krejt diçka tjetër, që ne të bëhemi të mirë, edhe si tham, edhe me Zotin, por edhe me tjerët, që ta ruajmë atë natyrshmëri, atë pastërti, që dalim të pastër edhe para Zotit dhe pastaj të jemi prej atyre që janë të dashur tek ai. Unë do doja të ndalesha edhe në lidhje me temën për solidaritetin, sepse jetojmë në këtë nënqëllin tonë të mirë që shpesh e themi me sarkazëm që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira në këtë vendin tonë. Bashkia Islame Fetare organizon, domethënë për skamnorët, ka organizime të ndryshme dhe në këtë muaj çfarë mund t'ju themi shikuesve tanë, ata të cilët kanë dilema se ku të orientohen, ku mundet që të udhërojnë, si mund të organizohen dhe duhet filluar nga familja dhe pastaj të shkojmë në raste tjera, sepse shumë herë është biseduar edhe në kronologji ta diskutojmë këtë. Njëherë domethënë ndihmohet, është shumë mirë që të ndihmohet edhe nëse ke domethënë edhe kushte është të ndihmosh kudo rreth teje, mirë po është shumë e rëndësishme të fillojmë nga familja për ata që kanë më shumë nevojë dhe pastaj të kalojmë tek personat tjerë që kanë nevojë. Domethënë Ramazani përveç tjerave na mëson që ne të jemi falemendrues, të jemi mirënjohës për të mira që na i ka dhënë Zoti. Se ndonjëherë ne keni dëgjuar shpeshherë më shumë ankohemi se sa jemi falemendrues. Me cilën do që ti qëndron, rrim, bisedon, vetëm ankohemi. Kemi defekt, kështu si popull. Domethënë njerë fillojmë nga problemet globale, pastaj kthehemi tek ato lokale, pastaj tek familja, pastaj tek vetëm ankohemi. Edhe shpeshherë nuk jemi falemendrues dhe nuk shikojmë sa të mira na i ka dhënë Zoti, sepse i llogaritim ato si të mirëqenia. Dhe kur vin Ramazani sikur na kthem pak shikimin. Kthem pak marrnicat dhe sigurisht pak ajo uria ta bën të mendosh se subhanallahu ka njerëz që qëndrojnë të uritur jo sepse dëshirojnë, jo sepse agjerojnë, po për shkak se nuk kanë çka të ushqejnë. Dhe ne si besimtar duhet ta kemi parasysh se Zoti na ka bërë obligim që në pasurinë tonë ka një pjesë që nuk është e jona, është e nevojtarëve. Ajo nuk është e jote, nuk guxon atë ta përdorish për nevojat e tuaja ose për kënaqësinë tënde, por ajo është e nevojtarit dhe ti do t'japish llogari për atë. Domethënë 2.5% e pasurisë tënde që është obligative fillimisht, që pastaj edhe sa më tepër që ti jep më e mirë është për ty, ajo nuk është e jote, duhet t'ja japish nevojtarit, sepse zakonisht neve kemi njerëz që janë nevojtar, janë skamnor për shkak se të pasurit nuk ngopen. Të pasurit domethënë nuk interesohen për ato. Prandaj thot një prej dietarëve të Islamit, nëse sheh se një shoqëri është përhapur varfëria, ka njerëz që kanë problem për të siguruar edhe gjërat elementare, dinja se atyre u kanë marrë pasurinë të pasurit të atij vendi. Se ne nuk u kemi dhënë atyre pasurinë që e kemi obligim që ta japim. Prandaj Ramazani sikur na vin neve që të na e kthej shikimin tek tjerët. Ti që ankohesh vazhdimisht shiko se ka njerëz që ndoshta nuk kanë mundësi të ushqehen, nuk kanë mundësi të shtrojnë iftar dhe sifir për familjet e tyre.
E nuk mund t'jesh besimtar i mirë, thot profeti alayhis salam, nëse ti në mbrëmje flen në gjumë me barkun tënd të ngopur, ndërsa fëmijën tënd nuk e zen ushqimi, nuk e zen uria nuk e zen gjumi nga uria. Pra nuk je ti besimtar i mirë. Po unë agjeroj, unë falem, këtë në rregull, mirë po ka disa gjëra tjera. Për te murit. Për te murit. Prandaj edhe profeti alayhis salam thot ishte gjithmonë bujar, asnjëherë nuk dinte të thonte jo. Sa herë që dikush i trokiste atij në derën e tij për të kërkuar ndonjë nevojë, ai nuk dinte jo. Mirë po thot bujaria e tij shtohej edhe më tepër gjatë muajit Ramazan. Prandaj edhe neve duhet gjithmonë të jemi bujar, mirë po në Ramazan edhe më tepër. Edhe shumë bukur e thot, është mirë që të fillohet nga familjarët tonë. Profeti alayhis salam thonte sadakaja, lëmosha që jepet për familjarin ka dy shpërblime. E para për lëmoshën edhe e dyta për mbajtjen e lidhjeve familjare. Me thonë momentin që ne kemi dikëndin nga familja, atëherë edhe shpërblehemi për mbajtjen e lidhjeve familjare, që kjo është shumë e rëndësishme, për arsye se, si shtat ju edhe jemi larguar ato muret mes neve, profeti alayhis salam thot se Allahu ka thënë kush i mban lidhjet me familjen, i mban lidhjet me Zotin, ndërsa kush i ka shkëputur lidhjet me familjen, i ka shkëputur lidhjet me Zotin. Do të thonë, është shumë e rëndësishme kjo. Ka një gjë shumë, domethënë që duhet detyrimisht të gjithë që ti pastaj ato që thamë edhe me fqinjet tonë gjithashtu, për arsye se prapë thot profeti alayhis salam aq shumë më këshillonte Xhibrili alayhis salam, do të thonë meleku i Zotit, që të sillem mirë me fqinjun, sa që mendoja se po të vdisja unë, fqiju do të më trashëgonte, sikurse vllau. Me thonë neve çfarë misi, çfarë afërsie që ka. Sigurisht, me thonë aq afër jemi. Prandaj edhe kujdesin i jon ndaj familjarëve, ndaj fqive është prioritar, pastaj edhe shohim edhe tek të tjerët. Edhe Bashkia Islame, për shembull, edhe sa u takon qoftë muftini që janë të shpërndara, por qoftë edhe vetë Bashkia Islame, do të thonë si institucioni më i lartë, ndan prej asaj që japin besimtarët, do të thonë nga sadakat e tyre, nga zeqati kështu me radhë, edhe për nevojtarët. Mirë po, më shumë jemi të fokusuar si Bashkia Islame edhe në mbajtjen e institucioneve edukative arsimore që i kemi. Për arsye se ne e dim se medreset tona, Fakulteti i Shkencave Islame, të gjitha këto i mbajmë me kontributin e besimtarëve tonë, nuk kemi asnjë ndihmë qoftë nga jashtë, qoftë edhe nga brenda, prandaj edhe e dim sa është e vështirë të mbajë shpesh shkollat të mesme islame, Fakultet të Shkencave Islame, ndërsa nevoja është e madhe, për shembull për të nxjerrë edhe kuadrët që do të jenë të profesionalizuar, qoftë edhe në aspekt moral, fetare, kështu me radhë, që pastaj do të jenë në shërbim të shoqërisë tonë. Prandaj edhe neve, për shembull, mundohemi të mbajmë këtë balansin, edhe të jemi në krah të nevojtarëve brenda mundësive tona, edhe gjithashtu për të mirëmbajtur dhe për të vazhduar edhe më tej ekzistimi i shkollave tona fetare, ashtu siç e kemi historikisht pra medresen dhe Fakultetin e Shkencave Islam. Mirë po, unë besoj se ne, shoqëria jonë, popullata jonë është me vërtet e mrekullueshme, edhe elhamdulillah ndoshta edhe gjendjen asnjëherë më mirë se sa sot materialisht nuk kemi qenë, edhe pse si shta mankohemi. Kur e kemi një rrët në rrjetet sociale, një familje paraqitet pas një ore maksimum, domethënë në gjendje solidariteti gjendet zgjidhja, po ne bëm krahasimin me shtetet perëndimore, sepse ata e kanë krijuar sistemin i cili e bën mbarvajtjen e tyre, ndërsa ne jemi në atë fazën e tranzicionit derisa të rregullohet, sepse kemi hallëxhin të shumë. Por është ajo mirësia, solidariteti i qytetarëve që mundohemi derisa ta krijojmë sistemin, themi. Me që jemi minutat e fundit kemi edhe shumë pyetje për diskutuar, por unë do doja që sepse dje po diskutohej a është koha e duhur që të fillohet ditën e djeshme Ramazanit, mendoj ditën e sotme apo të nesërmen, ajo është një çështje me lindjen e hënës, fillimin e hënës. Po 2 minuta, nuk e di, a ke mundësi që ta përmbyllim edhe një mesazh për shikuesit. Ne, o xhollarët, me 2 minuta. Keni problemin e kohës. Ne mua bëj shumë shpejt kohë. Fluturoj. Realisht, do të thonë neve si Bashkia Islame, do të thonë kemi caktuar jo do të thonë në kokën e vete, por bashkë me Bashkitë Islame të vendeve tona, Turqia, vendeve ballkanike, evropiane kështu me radhë, do të thonë që Ramazani fillon nesër me 19 shkurt. Edhe pse disa vende tjera, si Arabia Saudite, ato kanë filluar sot.
Mirë po kjo është normale, për arsye se zakonisht muajt në Islam, muajt hënor, fillojnë me pamjen e hënës. Dhe mund të ndodhë që ndoshta ndonjë vend e ka parë më përpara, mirë po të ndonjë vend tjetër nuk e ka parë. Dhe kjo ka ndodhur edhe në kohën e shokëve të profetit. Do të thonë një qytet, për shembull, një vend banime ka parë hënën dhe kanë filluar, tjerët se kanë parë dhe kanë vazhduar një ditë më vonë. Me thënë një gjëra normale, mirë po është e rëndësishme që nuk guxon brenda një vendi, një shteti të ketë dallime. Absolutisht. Prandaj të gjithë ata të cilët sidomos dje, me thënë shkaktua një huti, një përçarje në mesin e besimtarëve, besoj përveç se është e pandeshme, është edhe mëkat, për arsye se neve duhet him në muajin e Ramazanit të bashkuar, të unifikuar. Kemi institucione, për shembull, që merren me këtë çështje, përgjegjësia ju takon atyre dhe ne si besimtarë, domethënë duhet të jemi të unifikuar. Nuk guxojmë një xhami të fillojë më herët, një xhami kur ne jetojmë në një qytet, në një shtet, më thonë duhet të jemi të unifikuar dhe fal Zotit, domethënë ndoshta pak ndodhi një ngatres, mirë po u bë. Po, një mesazh të fundit se jemi sekondat e fundit. Le të agjërojmë sinqerisht, le të agjërojmë jo vetëm me barqet tona, nga eqja dhe uria dhe etja, mirë po gjithashtu të agjërojmë edhe me dorën tonë, duke mos bërë keq, nga gjuha jonë duke mos folur keq, nga syri jonë duke mos shikuar keq e kështu me radhë, për arsye se vetë profeti alayhis salam thonte se nëse nuk largoheni nga fjala e keqe dhe nga puna e keqe, Zoti nuk është i nevojshëm që të largoheni nga haja dhe nga pija. Prandaj shpresojmë që ky Ramazan të na bëjë njerëz më të mirë me Zotin, më të mirë me njerëzit tjerë dhe inshallah të dalim prej këtij muajit Ramazanit me diplomën hynore, që është domethënë dita e Bajramit e që është falja, amnestia e përgjithshme për gjitha ato gabime dhe lëshime që ndoshta i kemi bërë më përpara. Edhe një herë u qoftë për hajër të gjithë dhe ky muaj i Ramazanit, inshallah na agjerim të lehtë, të pranuar dhe të na bëjë sa më të mirë. Edhe të reflektojmë sa më mirë të gjithë. Faleminderit shumë për prezantën tuaj. Faleminderit shumë Valbona. Faleminderit gjithë shikuesit tanë të cilët që ndruan, miqdashur, nesër mos harroni. Nesër do të jemi persona edhe më të mirë, të reflektojmë pozitivitet. Ne do të jemi këtu për t'u bërë energjinë dhe brenda ditës sa më të mbarë, sa më të mirë. Shihemi nesër.